Ka pasur një marrëveshje paqe mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, por duket se armëpushimi, le të themi, më saktë, nuk është se po ecën ashtu siç duhet. Paktën pas bombardimeve që Izraeli i bëri Libanit. Për të folur mbi çfarë po ndodh në linjën e mesme, kam të ftuar në një lidhje direkte Olsi Azexhi. Olsi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Olsi, a është një armë pushimi vërtet kjo mes SBA-s dhe Iranit, nisur dhe prej faktit që Izraeli, pavarësisht gjithave, edhe pse Pakistani tha që ishte i përfshirë në armë pushime edhe Libani, Izraeli e bombardoi atë? Armë pushimi që u shpall nga presidenti Donald Trump, pasi Trumpi kërcënoi Iranin me shkatrim nuklear, me shkatrim të një qytetërimi të tërë, është një armë pushimi i përkohshëm. Ky armë pushimi i përkohshëm erdhi si pasojë e krizës globale që Irani po i shkakton hegemonisë amerikane, që prej nisjes së luftës, sot do të jetë nëse se më gabim data 40 e luftimeve apo 41, që prej nisjes luftë e cila nisi me vrasjen e Imam Ali Khameneit, amerikanët me izraelitët po bëjnë një nga luftrat e tyre të radhës kundër islamit. Për personat që njohin historinë e botës myslimane, e din që kjo nuk është as lufta e parë dhe as lufta e fundit që amerikanët bëjnë për Izraelin. Amerikanët përpara kësaj kanë shkatruar Irakun, Libin, Sudanin, Somalin, Sirin, Yemenin, pra të gjitha ato vende islamike që mbështesnin luftën për shtirimin e Palestinës. Armëpushimi erdhi, sikur e thash më herët, jo se amerikanët nuk kanë superioritet ushtarak ndaj Iranit, si SBA-ja, si Izraeli, që të dyja janë fuqi nukleare, por Irani në këtë konflikt që ka nisur e para po tregon vetëm që është një shtet serioz. Qeveria e Iranit nuk kolapsoi, nuk ra sikur ra qeveria e Muammar Gaddafit, shteti Gaddafi në Libi, apo Iraku i Saddam Huseinit. Shteti iranian vazhdon që të jetë i konsoliduar, e përveç kësaj iranianët janë kundërpërgjigjur duke goditur bazat amerikane në gjithë lindjen e mesme dhe duke goditur edhe regjimet kupulla arabe, të cilat i shërbejnë Izraelit dhe Amerikës. Por përveç saj, goditja më e rëndë që Irani i ka bërë koalicionit judeo-amerikan është vendosja një embargo botërore në tregtinë e gazit edhe të naftës, duke mbyllur kanalin e Hormuzit, nga i cili kalon 20% e naftës botërore. Mbyllja e kanalit të Hormuzit dhe mos lejimi i Arabisë Saudite, i Kuvajtit, i Katarit, i Emirateve Arabe, i Bahreinit që shesin naftë dhe gaz, ka krijuar një krizë botërore e cila ka sjellë rënjet e bursave në gjithë botën, kriza në vende të shumta, sidomos në Azi ku unë jam, që nga Filipinat deri në Indi, Sri Lanka, Bangladesh e të tjerë. Dhe për më tepër kjo kriza e naftës ka sjellë rritje të ushqimeve, si pasojë rritjes së transportit. Nëpër Azi po mbyllen shumë fabrika, shumë pulari, ndërmarrje bujësore e tjera të cilat prodhonin ushqim për botën. Pra, domethënë Irani ka arritur që të krijojë sanksione e Iranit ndaj naftës së tyre regjimeve arabe
kanë arritur që ta fusin botën në një kolaps ekonomik. Dhe për këtë arsye, në datën 6 prill, Donald Trumpi kërcënoi me zhdukjen e qytetërimit iranian nëse Irani nuk hapte kanalin e Hormuzit, dhe ky kërcënim nga Trumpi u mor nga gjithë bota si një kërcënim me sulm nuklear. Po ç'a ndodhi është që ditën tjetër Donald Trumpi sigur e ka edhe tradit, bëri atë që në anglisht quhet chicken out, apo uli kokën dhe tha ok, do pranojmë pikat e Iranit, se iranianët, domethënë iranianët ishin kontaktuar nga amerikanët prej shumë ditësh për armëpushim dhe ata refuzonin. Dhe iranianët nuk pranonin që të arrinin armëpushim, nëse një amerikanët nuk pranonin që të bëjnë marrëveshje që nuk do të godasin me Iranin, që mos godasin më alatët e Iranit në botën islame, që t'japin fund gjenocidit në Gaza, në Liban e të tjerë, që t'i paguajnë Iranit kompensime për krimet e luftës që kanë bërë, që të heqin bazat e tyre nga lindja e mesme, që të heqin të gjitha sanksionet parësore dhe dytësore që ata kanë bërë kundër Iranit. Sanksionet parësore nënkuptohet sanksionet që janë bërë nga vetë amerikanët, dytësore nga vendet vasale, fjala bie sikur Shqipëria, e cila edhe shpall Irani ishte terrorist. Domethënë iranianët kërkuan të gjithë këto pika në mënyrë që të pranonin për armëpushim. Dhe amerikanët, si gjithmonë që janë pabes, thanë ok, jemi dakord, dhe u la që nesër, që është data 10 prill, supozohej që në Islamabad, në kryeqytetin e Pakistanit, kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammed Bagheri Ghalibaf, do të ulej me zvendës presidentin amerikan James Vance për të arritur në një biçim armëpushimi. Megjithatë, edhe pse presidenti Trump njoftoi armëpushimin dhe ushtria dhe shteti iranian e pranoi atë, ne të gjithë kemi parë se çfarë ndodhi dje, në datën 8 prill, ku si gjithmonë regjimi kriminal i Benjamin Netanyahut e theu këtë armëpushim, duke kryer një nga masakrat më të mëdha në historinë e Libanit, duke rrafshuar qendrën e Beirutit, duke vrarë mbi 200 njerëz dhe plagosur me mijëra të tjerë. Pas masakrës së Beirutit, Irani ka njoftuar që kanali i Hormuzit nuk do hapej, se një nga kushtet që amerikanët donin për të ulur në bisedime me iranianën ishte që të hapej kanali i Hormuzit, dhe kur u njoftua ky armëpushim, ne pam që bursat filluan të ngrihet, çmimi i naftës nga $120 që ishte fuqia shkoi në $90, në këto momente ka shkuar në $95 se Irani e ka mbyllur prapë kanalin e Hormuzit. Pra, gjitha këto deklarata që u bën nga amerikanët u bën me qëllimin që të normalizoheshin tregjet, dhe ndoshta amerikanët kishin nevojë që të riarmatoseshin për të vazhduar fazën e dytë të luftimeve. Por pas masakrës që ka bërë Izraeli dje në Liban, unë mendoj që armëpushimit i ka ardhur fundi. Garda revolucionare iraniane ka deklaruar që ata do të hakmerren për masakrat që Izraeli bëri në Liban, dhe ndoshta goditja mund të vijë sot apo nesër. Dhe përveç kësaj, në ditën e djeshme, ne kemi patur disa nga stacionet e nxjerrjes së gazit në Iran, në ishullin Lavan, që është goditur nga avion nga Emiratet Arabe. Dhe si kundërpërgjigje ndaj kësaj goditje, Irani dje ka goditur Bahreinin, Kuvajtin, Arabinë Saudite dhe Emiratet Arabe. Goditja më interesante ishte ajo ndaj Arabisë Saudite,
ku Irani ka goditur një nga stacionet kryesore të pompimit të naftës që Arabia Saudite përdor për të marrë naftën nga gjiri persik dhe për ta nxjerrë atë në detin e Kuq. Pra, mendoj që armpushimi u prish nga Netanyahu dje dhe unë dyshoj që nuk do ketë armpushim për sa kohë që regjimi izraelit do ta ndiejë veten e tij të fuqishëm dhe do ta kontrollojë dhe shantazhojë dhe trombi presidentin amerikan. Ulsi, si e shikoni vazhdimin e kësaj lufte? A do ketë bombardime të nivelit të rrafshues siç Donald Trump tha për po themi ndaj Iranit, dhe a mund të shkojë deri në përdorim të bombës bërthamore ndaj Iranit? Unë mendoj që bombardimet do vazhdojnë dhe nga që për personat që ndjekin mediat izraelite, deklaratat e politikanëve izraelit, Benjamin Netanyahu nuk do ndalojnë asnjë moment derisa ta zhdukë Iranin. Se për sa kohë që në Iran nuk kemi ndryshim regjimi, domethënë kjo qeveri pro-palestineze është në pushtet, Izraeli nuk do ndaloj në asnjë moment krimet e tij. Për më tepër, për ata që ndjekin kryeministrin Benjamin Netanyahu, Netanyahu e ka deklaruar shumë qartë që Izraeli ka mision për të zhdukur atë që ai e quan boshti shit, dhe pas zhdukjes së boshtit shit, ne do kemi një luftë tjetër, e cila do të jetë kundër atij që Benjamin Netanyahu quan boshti sunit apo boshti vllazërisë muslimane, ku nën kuptohet Turqia. Për ata persona që ndjekin lajmet nga Turqia në këto ditë të fundit, ndërsa kundër Iranit po kemi bombardime masive, kundër Turqisë po kemi një sulm shumë të egër ekonomik, ku lira turke pothuajse po shkon sikur tumani iranian, ku qeveria turke po shpenzon me miliona dollar, duke shitur dollare, duke shitur florinë në mënyrë që të stabilizojë lirën turke dhe që nuk po e stabilizon dot. Dhe unë mendoj që jo vetëm që ne nuk do të kemi paqe në Iran, por larg qoftë nëse bie Irani, pastaj vendi tjetër që do sulmohet dhe do shkatërrohet është Turqia. Përpara pak orësh, apo më saktë që i bie dje me orën amerikane, ish drejtori i qendrës kombëtare kundër terrorizmit në Amerikë, Joe Kent, personi që dha dorëheqje përpara pak ditësh nga qeveria Trump, ku deklaroi që Izraeli kontrollon Trumpin dhe Trumpi ka frikë Izraelin, e ka bërë një deklaratë tjetër shumë interesante në Twitter, ku ai përgjigjej një deklarate të Donald Trumpit, ku Donald Trumpi sulmonte NATO-n, duke thënë që kur ne na udhëtonte NATO nuk ishte aty dhe edhe ne nuk kemi nevojë për NATO. Ku ky person që ka qenë një nga personat më të besuar të qeverisë amerikane, ky ka qenë, si më thënë, ministri i brendshëm i Amerikës, derisa dha dorëheqje, ka deklaruar që plani i administratës Trump është që të largohet nga NATO, dhe në atë moment që Amerika do largohet nga NATO, Izraeli do lejohet që të godasi Turqinë dhe Amerika nuk do ketë më obligime për të mbrojtur Turqinë dhe ndoshta do bëhet palë me Izraelin në zhdukjen e Turqisë. Ulsi, në fakt duket se zhvillimet në linjën e mesme nuk janë, le të themi, duke shkuar drejt paqes. A besoni që e ardhmja në linjën e mesme do të jetë e ardhme që konflikti do jetë më i agravuar, dhe kur
kemi një përfundim të luftës në linjën e mesme dhe a mendoni që Izraeli do pajtohet me një përfundim të luftës pa arritur qëllimet e veta? Nuk besoj që Izraeli do arrijë në paqe, ja që për personat që e njohin ideologjinë e zionizmit apo historinë e shtetit Izraelit, Izraeli që nga momenti që është krijuar në vitin 1948 e ka nisur ekzistencën e tij me luftra. Luftra e parë arabo-izraelite do ta shohë koloninë izraelite që të hynë luftë me Jordanin, me Irakun, me Sirin, me Egjiptin, me Jemenin, me Libanin, me Arabin Saudite, me gjithë fqinjet e Izraelit. Lufta e dytë arabo-izraelite e 1956 do të shohë Izraelin që do godasi Egjiptin së bashku me Francën dhe me Anglinë. Lufta e tretë arabo-izraelite do të shohë Izraelin që do të godasi Jordanin, Sirin, Irakun dhe Egjiptin dhe do të pushtojë Sinain, bregun perëndimor, lartësitë Golan nga Siria, Jordania dhe Egjipti. Lufta e tretë arabo-izraelite do të shohë Izraelin që do hynë luftë kundër Sirisë dhe Egjiptit dhe edhe pse me dorëzimin e Egjiptit në vitin 1977 dhe në 1978 me ato që njihen si Camp David Accord dhe me paqen që do bëj Izraeli me Egjiptin, lufta e Izraelit me arabët do të vazhdojë deri në ditët tona. Pas paqes me Egjiptin, Izraeli do hynë luftë kundër Jordanisë, kundër Libanit, do vazhdoj luftën me Sirin, luftë e cila vazhdon deri sot e kësaj dite, luftë me Irakun e cila vazhdon deri sot e kësaj dite, dhe është vetë natyra e regjimit izraelit e cila nuk do të njohë dhe nuk njeh paqe. Dhe Izraeli për sa kohë të ekzistojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ta ketë Amerikën koloninë e saj, ku amerikanët do të vdesin për Izraelin, do të japin buxhetin e tyre për Izraelin, do prodhojnë armë për Izraelin, izraelitët nuk do pushojnë asnjëherë luftën. Në muajin dhjetor, kur u takova me një zyrtar izraelit në një vizitë që bëra, që punonte në një nga këto think tanket e Izraelit, e pyeta, i thash, si do ta mbyllni luftën, i thash, me palestinezët, me Libanin e me fqinjet tuaj. Edhe ky zyrtar i lartë izraelit më tha që ne do luftojmë sepse kjo është lufta jonë, jetë a vdekje. Ne ose do t'i mundim gjithë arabët, ose për ndryshe ne nuk do ndalojmë asnjëherë, nga që ne po ndaluam, arabët do marrin zemër dhe do na sulmojnë. Po na sulmuan ata, ne nuk kemi ku shkojmë, vetëm të hidhemi në det. Pra, izraelitët kanë një lloj, janë një popull që kanë një energji negative të brendshme. Ata nuk janë njerëz normal, nuk janë sikur janë gjithë njerëzit e tjerë të botës. Ata janë si pune e atij sadistit, i cili është i smur dhe kënaqet vetëm duke vrarë. Ata ja kanë zhvilluar këtë lloj psikologjie vetes së tyre, e cila nis që me krijimin e krijimit të kolonive izraelite nga britanikët në 1917, dhe domethënë për një person që e njeh Izraelin, ai është vend i mallkuar. Domethënë ata janë mësuar gjithmonë me luftë. Për shembull, në këtë luftën e fundit 40 ditore, që mund ta quajmë lufta e Imam Aliut, që vran Imam Ali Khamenein, apo lufta e Ramazanit, apo religion, po ta shohësh izraelitët për 40 ditë kanë jetuar nëpër bunkere. Ne, për ata shqiptarë që janë të vjetër sa unë, që mbajnë mend ato zboret e Partisë Punës që bënin në kohën e komunizmit, s'ka patur gjë më stresuese se kur binin sirenat, kur populli thritej që shkonte nëpër bunkere strehimore etj.
niveli papastërtisë që kanë këto bunkeret. Dhe domethënë në kohët e komunizmit shqiptarët çoheshin nëpër bunkere vetëm 1 orë apo 2 orë kur bonin zbor edhe testime që bënte në atë kohë Partia e Punës për një sulm të mundur amerikan, dhe ishte diçka shumë stresuese. Imagjinon domethënë izraelitët kanë 40 ditë që jetojnë nëpër bunker, dhe po të shikosh të paktën sondazhet, ata janë okay me luftën dhe mbështesin qeverinë e tyre dhe thonë po le të vazhdoj lufta. Domethënë, ata janë një popull i smur, një popull që kanë një mentalitet luftarak, domethënë ata nuk ndihen mirë po të jenë paqe, nuk janë sikur popujt e tjerë të botës që duan të jetojnë paqe, duan ta shijojnë jetën e tjerë. Domethënë ata janë një popull që janë rritur me këtë psikologjinë e dhunës dhe për fatin e tyre të keq, Izraeli deri më sot nuk është mundur bindshëm nga ndonjë fuqi e huaj që t'i nënshtrojnë, t'i edukojnë dhe t'i bëjnë sikur njerëzit e tjerë. Për këtë arsye, për sa kohë që Izraeli nuk mundet nga një prej armiqve të vet, ai do vazhdojë me luftën. A ishte vendimi i dur i kuvendit Shqipërisë që Irani të shpallej shtet terrorist? Mendoj që ka qenë një nga vendimet më idioteske dhe kriminale në historinë e Shqipërisë. Për fatin tim të mirë apo të keq, unë në ditët që ky vendim u mor, unë kam qenë në Shqipëri, kam qenë nga data 13 deri në datën 25 mars. Ky vendim u mor në datën 17 mars, një ditë pasi Departamenti i Shtetit Amerikan, sekretari Marco Rubio, i kërkoi vendeve aleate të Amerikës që të shpallin Gardën Revolucionare Iraniane organizat terroriste. Regjimi i Ramës me nxitim vrapoi dhe për një ditë, në një kohë që asnjë vend evropian nuk e bëri këtë, nxitoi dhe çoi rezolutën në parlament, ku parlamenti ynë shpalli jo vetëm Gardën Revolucionare dhe Hizbullahin, po shpalli edhe shtetin iranian si shtet sponsorizues i terrorizmit. Kur isha në Shqipëri më bëri përshtypje mobilizimi masiv që kishte marrë shteti i Edi Ramës, së bashku edhe me spionërit e Shikut dhe antiterrorit që regjimi i Ramës ka infiltruar nëpër media. Në fakt, rreth një javë përpara se të vija në Shqipëri, në një nga këto televizionet kombëtare, në një emision që drejtohet nga një femër e cila është rekrutuar si agjente nga mujahidinët iranian, që në vitin 2018, një gazetar i antiterrorit doli dhe shpallte që në Iran ka grupe pro-iraniane, biles janë edhe disa komentatorë që jetojnë jashtë, besoj se po aludonte për mua, që thoshte që këta mbrojnë Iranin, po këta po erdhën në Shqipëri, këta do t'i arrestojmë direkte. Unë erdha në Shqipëri, nuk marrë askush. Ama çfarë vura re është që policia antiterrorit dhe Shiku, si duhet kanë marrë urdhër ose nga Edi Rama vet, ose nga policia e antiterrorit, e cila me sa duket është kapur nga mujahidinët iranian, që të sulmojnë të gjithë ata analistë që flasin kundër luftës dhe kundër marrëzive që bën Shqipëria, domethënë marrëzi që nga strehimi i mujahidinëve iranian e deri te shpallja e Iranit shtet terrorist. Më bëri përshtypje, më vonë mësova kur isha në Tiranë, miqtë e mi më thanë që ka shumë të ashtu quajtur analistë nga Shqipëria, por shumë janë nga Kosova, të cilat marrin edhe rroga dhe nxiren nëpër televizione që të sulmojnë Iranin, të hapin dezinformacion, të thonë Iranin e kemi shtet armik, Irani nuk e njeh Kosovën. Dhe më vonë e kuptova që këta ishin njerëz që disa paguheshin nga
shiku i Vlora Hysenajt, ndërsa disa të tjerë paguhen nga Meku, nga mujahidinët iranian. Tani pse bën Meku këtë gjë? Me sa unë kuptoj, Meku e bën këtë gjë nga që friksohet nga opinioni publik shqiptar. Për personat që kanë bërë që ndjekin rrjetet sociale dhe shohin komentet e njerëzve kur bëhet fjalë për luftën ndërmjet Iranit dhe Izraelit, 95% të komentuesve janë me Iranin. Domethënë, në Shqipëri ka një simpati të madhe për Iranin. Kur isha në Shqipëri pata rastin të takohem me shumë qytetar, shumë besimtar musliman, me hoxhallar, biles edhe me myftiler, por edhe me njerëz që nuk kanë lidhje fare me fenë islame, krishter, ateist. Edhe u habita domethënë nga simpatia e madhe që shqiptarët kanë për Iranin dhe urrëtitjen që shqiptarët kanë për regjimin e Edi Ramës, për mujahidinët e tjerë. Megjithatë, çfarë më bëri përshtypje kësaj here domethënë ishte se si asnjëherë më parë vura re që këto janë struktura spionazhi. Paka shumë kishin infiltruar media të ndryshme dhe përhapnin dizinformacion, ku kishte gazetarë që heqin veten e tyre si ekspert të terrorizmit, që deklaronin, thonin, jo ka analistë që punojnë për Iranin, hapin dizinformacion se i thot Irani e tjerë. Pra me sa unë kuptova, ishte në Shqipëri kësaj here ishte krijuar domethënë shiku. Unë jam i vjetër mjaftueshëm me di se si funksionon shiku. Në vitet 2000, kur Nano ishte kryeministër deri në 2004, ai atëherë përdorte shumë shikun dhe islamofobin për të kërcënuar komunitetin musliman dhe për ta treguar islamin si një fe të dhunshme dhe terroriste. Dhe këtë Nano e bënte në atë kohë për t'ia mbushur mendjen amerikanëve që mos ta linin Berishën që të binte në pushtet, por ta mbanin Nanon si një anti-islamik i thekur. Dhe pak a shumë, domethënë si atëherë që hapeshin lajme të rreme nëpër media, hapeshin dizinformacione, ku thuaj Al-Qaida do voj bombë në qendër të Tiranës, hoxhallar me mjekra punojnë për Al-Qaidën e tjerë. Pak a shumë e njëjta strategji po bëhet edhe kësaj here nga agjentura të ndryshme që operojnë në Tiranë. Dhe ideja ishte një kontroll informacionit, dy kontrolli opinionit publik. Nga që me sa duhet si mujahidinët, si regjimi i Edi Ramës, si izraelitët janë shumë të trembur nga simpatia masive që shqiptarët kanë për Iranin, Islamin dhe në veçanti për Palestinën. Edhe duhet kujtojmë këtu që në vitin e kaluar kemi edhe një vit më herët kemi patur protesta masive në Tiranë pro Palestinës kundër Izraelit. Dhe me sa unë kuptoj është që me sa duket ambasada izraelite, mujahidinët iranian dhe disa struktura agjenturore në Tiranë mundohen sa më shumë që të manipulojnë opinionin publik. Dhe këtë shpalljen e Iranit si shtet terrorist nga regjimi i Ramës, unë e shoh si numër një një qok që Rama i bën Benjamin Netanyahut. Ditën tjetër ai u lavdrua nga ministri i jashtëm izraelit për këtë që bëri. Dhe dyta, me sa unë kuptoj, Rama i friksohet shumë burgut, spakut, dhe me sa duket ai do ketë ndonjë lloj pazari me izraelitët, ku ndoshta ata do t'i kenë premtuar që nëse ti qëndron në anën tonë, na shërben neve, ne do ja mbushim mendjen amerikanëve që t'i bëjmë presion spakut, mos të fusin burg. Domethënë, kishte një përzierje ndërmjet hajdutrisë, korrupsionit, krimit organizuar dhe kthimit të Shqipërisë në një vend quisling mercenar ndaj regjimit zionist izraelit. Pak a shumë ajo që bën shqiptarët në luftën e dytë botërore, kur ndërtuan divizionin SS Skënderbej dhe i shërbyen nazizmit duke përsekutuar çifutët. Pra, ashtu sikur shqiptarët gjatë luftës dytë botërore përsekutuan çifutët dhe i çuan nëpër kampet përqendrimit,
edhe pse mitologjia zyrtare në Tiranë pretendon që ne kemi shpëtuar gjithë shifutët e tjerë, kemi një riportëritje të historisë, po kësaj here ata që persekutohen janë palestinezët, iranianët, muslimanët, të cilët në kohën që ne jetojmë janë viktima të zionizmit izraelit, sikur ishin hebrejnë viktimat të nazizmit gjatë luftës së dytë botërore. Olsi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit për ju, gjithë mirë.